A nuk mjafton për një musliman që e lexon librin e Allahut ose dëgjon diçka nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Kur e dëgjon fjalën e Allahut, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, do të thënë Allahu nuk e fal shirkun. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme për muslimanin që të interesohet shumë se çka është ky shirku, edhe si duhet të ruhem prej tij, cilat janë llojet e këtij shirku, cilat janë pjesët, do të thënë çfarë mënyra mund të bëhet, pasi atë nuk e fal Allahu asnjëherë. Do thotë është e çuditshme me disa njerëz që e dëgjojnë këtë fjalë edhe polemizojnë me kotësira, me fjalë të kota, edhe thonë ju nuk e lat askënd, ju secilën të punë shirk e kështu me radhë, sikur është kjo çështje e nivelit të debatit mes njerëzve. Do të thënë Allahu subhanahu wa taala thotë, Allahu nuk e fal shirkun. Atëherë ti, o musliman, duhet të përpiqesh me seriozitetin më të skajshëm për ta kuptuar shirkun dhe për të ruajtur prej tij.